Partia Socialiste përgënjështroi deklaratat e bëra një ditë më parë nga kreu i qeverisë Sali Berisha për rritjen e tregtisë me pakisë me 25.6%. Në një dalje për mediat nga Selia Roz, sekretari i programit në Partinë Socialiste Ilir Beqa e cilësoi gënjeshtrën e radhës deklaratën e kryeministrit Berisha dhe ju referua shifrave zyrtare të Institutit të Statistikave, të cilat flasin për rënje të theksuar jo vetëm për tregtinë, por edhe për konsumin. Ndërkohë që të gjithë shqiptarët janë në krizë ekonomike, familjet nuk konsumojnë, bizneset nuk investojnë, nuk hapin vende pune, dhe kur të gjithë flasin se arsyeja është keqeverisja, dje Saliu kaloi në marrëzinë më të madhe këtyre viteve. Deklaroi që tregtia që ka rritur 25.6%. Këtu keni të ilustruar grafikisht vlerën e tregtisë me pakicë në trimestrin e dytë në 5 vite me radhë, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Shihet qartë që tremujori i dytë i vitit 2012 është më i keqi në 5 vite. Zoti Beqa ngriti edhe një tjetër shqetësim që lidhet me biznesin vendas, kur tha se gjatë muajit korrigusht janë vendosur gjoba masive të cilat po rrezikojnë falimentimin e sipërmarrjeve. Dhoma shqiptare amerikane e tregtisë, në një takim që kishte kërkuar administratës tatimore, deklaronte se në korrik dhe gusht ka patur gjobvënie masive ndaj bizneseve në Shqipëri. Gjithashtu po dje, dhoma e tregtisë me kryetarin e saj deklaronte se aktiviteti ekonomik është në ngërç, kreditdhënia është ndaluar. Nga Selia Roz, sekretari i programit për Partinë Socialiste Ilir Beqa, tha gjithashtu se në Shqipëri ka rënje të fuqisë blerëse, ka taksa të larta dhe rritje të korrupsionit për shkak të keqeverisjes së demokratëve.